skuadra e Eagles ka shënuar. Pra, Erat Muskaj ka shënuar pikërisht në minutën e 45. Por shumë i bukur. Dhe skuadra e Eaglesit ka shënuar golin e dytë. Jona 0, Eagles 2. Pra ka përfunduar takimi këtu me fitoren e skuadrës Eagles 2-0. Pra këtu përfundojmë kronikën e takimit Jaona 10 e Koriçanit Eagles e Fierit, mosha deri 14 vjeç, kampionati yt shoqata regionale e futbollit Fier sot në 2 mars 2026. Ka fituar skuadra e Mike Eagles 2-0, gola shënuar në pjesën e dytë nga Muskaj dhe Minaj. Do takohemi në takimet e tjera.